لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز مهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderim të akën Allah të madreshëm, atë falenderojmë, atë madhrojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falë o dhe zim shpëtim kërkojmë. Ndërsa përshëndetjet tona më të sinqerta, më të dashura, ja dedikojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, që Zoti i madreshëm e bëri që ai të jetë mësuesi jonë, ai i cili na mësoi rrugën e drejtë, ai i cili na bëri të mundshme dhe na e lehtësoi më shumë rrugën e drejtë. Qoftë Allah i madhreshëm i kënaqur me të dhe me të gjithë sahabët e nderuar, të cilët edhe ata
me atë cilin e kishin mësuar nga profeti alayhi salatu wassalam, na mësuan shumë mirë që me të vërtet ajo e cila është mësuar dhe është lexuar nga po ata sahabin të nderuar të na bëj dobi sot në kohën tonë. Falenderojmë Allahun e Madhreshëm për çdo mirësi, sepse me të vërtet Allah i plot fuqishëm na ka bërë shumë të privilegjuar dhe shumë të nderuar që jemi sot të pjesëtar në këtë vend për ta madhruar atë, për të shprehur mirësinë e tij, mëshirën e tij të madhe që e bëri pikërisht për neve dhe përgatiti për të në mënyrë që besimtarët ta e jetojnë dhe ta përjetojnë gëzim me pas gëzim. Tash ata xhamat që janë duke hyrë tash në xhami e morën vendin e tyre dhe për 40 minuta na durojnë pak, sepse fjalët që do t'i themi nuk janë të mia, po janë të Allahut Madhëshëm dhe të profetit alayhi salatu wassalam, po ne vetëm sa do i komentojmë pak a shumë në mënyrë që të përfitojmë të gjithë inshallah. Kështu që ata vllazë që hyjnë në xhami ose në këtë vend të cilën e kemi bërë për të falë namazin e Bajramit, atë vetëm ulën dhe na dëgjojnë inshallah pak sabër, sepse Zoti i Madhëshëm ka thënë në Kur'anin famullar: Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Zoti i Madhëshëm i shpërblen durimtarët me një shpërblim shumë të madh që nuk ka llogariç. Allah Madhëshëm e falenderojmë sepse na e bëri të mundshme që të përcjellim një muaj të bekuar, e që në këtë muaj Zoti i Madhëshëm e bëri mëshirë për njerëzimin që ta fitojë xhenetin dhe të largohet nga xhenemi, por edhe t'ia bëj më të lehtë atë mënyrën e adhurimeve dhe mënyrën e të jetuarit. Agjërimi është dhe ishte një shkollë shumë e mirë, me cilën besimtari e pa mirë që kjo sakrificë e cila bëhet për Allahun fuqiplot shërblehet pa mos e Zotit Madhëshëm. Ashtu e bëri të dalluar muajin e bekuar të Ramazanit për besimtarët që në mënyrë që ta e fitojnë xhenetin dhe mëshirën e tij të madhe, e bëri që edhe në muajin e bekuar të Ramazanit të zbret Kur'ani famullar, që aty në Kur'anin famullar e kemi edukimin, suksesin, respektimin, sjelljen, mëshirën, të mirën, largimin nga e keqja, afrimin në ato të mira, sepse është fjala e krijuesit subhanahu wa taala. E ne lutim Zotin e Madhreshëm që të na pranojë çdo ibadet që kemi bërë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. E lutim Zotin e Madhreshëm që çdo ibadet, çdo namaz, çdo dua, çdo lutje që kemi bërë gjatë këtij muaji të na pranojë. E lutim Allahun e Madhreshëm që të na mundësoj që ta presim edhe Ramazanin tjetër. Profeti alayhi salatu wassalam kur ka lënë të muaj bekuar Ramazanit thonë: O Zot, na mundëson që ta arrijë edhe një Ramazan tjetër, në qoftë se jam gjallë. Ndërsa në qoftë se nuk jam gjallë, thonë: O Zot, na prano dhe na shpërblen me këtë agjërim, me këto vepra të mira që kemi bërë gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit. E ne ndihemi krenar, sepse tash i ka përfunduar muaji i bekuar Ramazanit, mirë po ne jemi krenar me atë që ne kemi bërë, e kemi zhvilluar, e jemi munduar në atë tonë, në kapacitetin tonë që kemi pasur, në atë kohën tonë që kemi pasur edhe për të falë namazin e taravive, edhe për të bërë dua, edhe për të bërë gjëra të mira, edhe pse koha jonë ka qenë ndoshta e shkurtër në adhurime, me po Zoti i Madhreshëm e lutim që të na pranojë. Sepse çdo kush i ka në këtë kohë sfidat e tij të punës, sfidat e tij të jetës që ja pamundësojnë ndoshta për ta madhruar Zotin e Madhreshëm ashtu siç ai dëshiron. Të nderuar besimtar dashur, përveç se na ka nderuar Allahu i Madhreshëm, që jemi musliman, na ka nderuar shumë që jemi ummeti i profetit alayhi salatu wassalam. Jemi ummeti i zgjedhur, jemi ummeti më i mirë. Tha në Kur'an Allahu i Madhreshëm: Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi. Tha jeni ummeti më i mirë që ka dalë do i hapi njerëzimit. Jeni ta ky ummet i cili Zoti i Madhreshëm çka e ka lavdëruar,
deri në atë mas, sa që Musa a.s. pejgamberi i Zotit, ja kishte jep Allah madhëshëm gjithë ato mirësi të mëdha, i kishte bërë Resul dhe Nebi për atë kohën cilën e kishte lakmi për të qenë pjesëtar i umetit të Muhamedit a.s. E ne Allah madhëshëm na mundësoj këtë mirësi, këtë begati të madhe, ta kemi hiç pa kërku prej Allahut fuqiplot. Pa kërku hiç prej Allahut madhëshëm na ka jep edhe Islamin, por edhe na ka të jemi umet i profetit a.s. Tregon Musa a.s. që i vetmi i dërguar që Zoti madhëshëm ja kishte mundësuar të bisedoj me Allahun fuqiplot. Dhe Musa a.s. po bisedon me Allahun e madhëshëm, pasi që ja jepi Tevratin. Pasi zbriti Tevratin, ato fletushat të Tevratit ku gjendet të gjitha ato mirësitë dhe ligji i përcaktuar për atë kohë, po i thot Musa, o Zoti i madhëshëm, në këtë librin që ti ma ke jep mu, po e shoh të shënuar që do të vjen një umet, e që ky umet do të jetë shumë i dalluar, e që ky umet do të ketë disa veçanti shumë të mëdha që asnjë umet më herët nuk i ka pasur veçanti të mëdha. Po i thot nëse besimtari, nëse robi i Ademit, robi Allahut më falni, biri i Ademit, është mëkatar dhe kanë zënë punët e dunjas, tha nëse thot elhamdulillah falëndrimit takon Allahut madhëshëm, tha do të afroj në mëshirën time. Këtë po e thot Allahu fuqiplot Musa a.s. Po e pyet Musai, o Zoti i madhëshëm, në këtë librin që ti ma ke zbrit mu, po e shoh të shënuar që do të vjen një umet pas umetit tim, që nëse ata e fillojnë bukën, cilën ata furnizohen, e fillojnë me bismillah me emrin tënd dhe përfundojnë me elhamdulillah, falëndrim dhe Allahu madhëshëm, ta do të ashtosh atyre të mira dhe do t'ja gjesh atyre sevapë dhe shpëtim shumë të madh. Tha o Zoti i madhëshëm, po e shoh se në këtë librin që ti ma ke dhuru mu, do të vjen një umet pas umetit tim, e që ky umeti është i profetit a.s. imi ne. Thanë, kur dikush prej umetit të këtij profeti sallallahu alaihi wasallam e bën jetë me e bën një mëkat, mirë po nuk e ka vepruar, tha ti përjashtu se vape dhe kur po e bën jetë me e bën një gjë të mirë dhe po e vepron pian gjiu, dy sevape, por edhe më shumë sevape. Tha o Zoti madhëshëm, çfarë mëshire e madhe. Tha po kush është ky umet që i pasa gjithë këto të mira? Kush është ky umet që ja pas ke dhënë gjithë këto të mira? Kush është ky umet i veçantë i joti? Tha ky është ta umeti i Muhamedit alayhi salatu wassalam. I tha Musa, o bën mu o Allah i madhëshëm të jem unë nga ky umeti i Muhamedit alayhi salatu wassalam. E arroi Musa pejgamberllëkun e tij. E dënë të shumë për të qenë pjesëtar i umetit të tij. E dënë të shumë që të jetë pjesëtar i umetit të Muhamedit alayhi salatu wassalam. E sa shumë na ka dhëruar Zoti neve, që ne nuk e kemi kërkuar të gjami, po Zoti madhëshëm ka jep dhurat. E ka jep dhurat për me fitu xhenetin. Na ka bërë të mundshme që të kemi gjitha këto mirësi, hiç pa kërku prej Allahut fuqiplot, e ne çka thomi elhamdulillah. Falënderim takon ty o Zoti i madhëshëm që na ke bërë të tillë. Po vazhdon Musa, po i thotë një gjë të rëndësishme. O Zoti i madhëshëm, çfarë thua tha kur robi tha është duke të bërë ty ruku? Tha i thëmë tha lebejke ja abdi, i thëmë përgjigjem ty o robi im. I thëtë Musa o Zoti i madhëshëm, po çfarë thua kur robi yt është duke të bërë ty sejdë? Tha i thëmë lebejke ja abdi, përgjigjem ty o robi im. Tha Musa o Zoti i madhëshëm,
Por çfarë thua tha kur robi e tha të lutet ty dhe ai është mëkatar wa huwa asin. Tha Zoti i Madhëshëm i tham lebejke, lebejke, lebejke. I tham 3 herë, të përgjigjem ty o robi im, të përgjigjem ty o robi im, të përgjigjem ty o robi im, sepse unë jam mëshirues, unë jam falës, unë jam ai i cili afali gjinohat besimtarve, unë jam ai i cili i pranoj besimtarët, edhe në qoftë se ato kanë me mira e mira gjinohe, sepse Zoti i Madhëshëm është i këtij. Subhanallah. Kjo është mëshira e Zotit Madhëshëm. Kjo është begatia që neve na ka dhëru. Kjo është mirësia që neve na ka bërë të tillë. Të nderuar besimtar dashur, me falenderu Allah në Madhëshëm për çdo gjë që na ka jepur. Që na mundësoj me pit Ramazanin. Që na mundësoj edhe të dalim fitimtar inshallah. Që na mundësoj të kemi edhe kësi gëzime të mëdha, me cilat e robi e ndjen afërsinë ndaj mëshirës së Allahut fuqiplot. Allahu në Kur'an familart thot wastaghfirillah inna Allaha kana ghafuran rahima, dhe ti o besimtar për kujto se Zoti i Madhëshëm ka thënë wastaghfirillah, dhe kërkoni falje, kërkoni istighfar tek Allahu i Madhëshëm, sepse Zoti i Madhëshëm është mëshirues, është falës, ghafuran rahime, është mëshirues me robët e tij. Të nderuar besimtar dashur, me mundu sa më shumë me e falenderu për të mirat që na ka jepur. Me mundu sa më shumë që me ia ditë vlerën të mirave dhe mirësive që Zoti i Madhëshëm na ka bërë nasip në këtë dynjë. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, edhe nëse ju mundohni dhe bëni përvatje, bëni përpjekje për t'i numëruar begatit Allahut Madhëshëm, nuk do të mundeni sepse janë të shumta. Mi po të mjafton ty me thonë elhamdulillah, që më ka bërë musliman, që më ka bërë për atyre robëve të cilët kanë ardhur në këtë vend me e madhrua atë. Ju ka bërë të dalluar nga shumica e njerëzve të tjerë. Ju ka bërë që në këtë vend, larg atlejot, me adhuru Allahun e Madhëshëm. Me posi mundësi, me shpreh fejnë tënde, fejnë që Zoti i Madhëshëm ta ka jepë ty hedije dhuratë. Ta ka mundësu me xhlu Ramazanin, ta ka mundësu me përit më spari atë muaj të bekuar, ta ka mundësu që të bashkosh me vëllezërit e tu në këtë vend dhe me madhëru atë dhe me shpreh falënderim dhe me shpreh madhërim për Allahun fuqiplot. Gjemati lutëm, ata që po hyjnë xhami ose në këtë vend këtë salë, më ullë në venat e juj dhe me hesht, me agjeru pak me fjallë, pak me biseda që të kemi. E këzën, i thua aty në djemëve që po hyjnë xhami, ose të bojnë zhurën, po le të ullën. Ta nëse bën dikush zhurën, më kallëzoni mua, po, tani do të me bona i farmose. Por jo besimor në ato mosa, se na i na besimtar musliman. Por respekt të rrëm besimtar dashur. Respekt e shumë i veçantë. Allah i Madhëshëm shumë porosi ka jam që të respektojnë me një tjetrin. Aq rëndësi të madhe i jepi respektit sa që edhe atyre cilët nuk ishin musliman, tha, ja dilu bejnë e kom, tha, ti ta drejt, ti në respektu shumë me njëri tjetrin. E bëri këtë fejnë tonë që na mëson edhe kur jemi nervoz edhe kur jemi të gëzushëm, edhe kur kemi ballafaqim me njerëz që edhe nuk janë ndoshta të fejës tonë, mirë po, na mundësoj që dhe na tregoj që duhet të kemi respekt dhe mirë kuptim. O vllazi dashur, për ju vim të fol. Është era e tretë.
Na bëni halal, por është dua shumë e ngushtë. Na ka me shumë pak. Të dërum besimtar dashur, kjo ngjarje, ky gëzim, kjo festë jona, shprej vllazërimit që kemi mes vete. Shprej bukurinë e Islamit. Allahu madhreshëm na ka porositur Kur'an duke thënë wa'tasimu bihablillahi jami'a. Dhe kapuni të gjithë për litarin e Allahut madhreshëm. Kapuni për Kur'anin, fjalën e Zotit madhreshëm. Kapuni për sunetin e profetit alayhi salatu wassalam. Dhe kapuni të gjithë kështu jeni të bashkuar. Wala tafarraqu, mos u përqafni. Pra kesh porosi e Zotit madhreshëm, që mos u përqafni mes vete. Të keni kujdes. Tjeni të bashkuar, e sidomos në këtë vend, ku jeni ndonë nga shumica njerëzve për ta madhruar Zotin e madhreshëm. Ramazani kaloi mirë, po me shkruajnë e Ramazanit, hiqni edhe ato hatëmbëje që i keni në zemrat e juaja. Bashkoni mes vete. Këtë gjë e bëri Ramazani. Na bashkoi një muaj të jemi bashkë në namazet e Ravive, por na bashkon edhe në fund me festën e Fitr Bajramit, në mënyrë që jemi të bashkuar. Ky është mesazhi. Ky është ajo që Zoti madhreshëm po dëshiron na tregu neve që po të bekuar Ramazanit. Tini të bashku mes vete. Mos u përçani, përçani sjell dobësi, sjell negështi, sjell gjëra jo të mira. Sa më shumë besimtarët që me qenë të formuar dhe të bashkuar, aq më shumë të përparojnë përpara. E sidomos edhe ne si shqiptarë që jemi. Në luftën e Uhudit e bën një gabim sahabit. Nuk e respektuan urdhën e Muhamedit alayhi salatu wasallam, strategjinë e tij, dhe humbën luftën. Mirë po askush në historinë e njerëzimit, në historinë islame, nuk e ka jep asnjë emër kush kanë qenë ata besimtarë, cilët çka nuk e vazhduan urdhën e Muhamedit alayhi salatu wasallam, po humbën luftën e Uhudit. Nuk i jepen emrat. Nuk i jepen asnjë grup të caktuar, por e mbajnë të fshehtë në zemrat e tyre, sepse ishin të bashkuar. E bën gabime, nuk kry. Humbi lufta. U vran shumë sahabi. Ngjarje e rëndë, e dhimbshme për profetin alayhi salatu wassalam, mirë po çka ishin të bashkuar. Nuk e treguan asnjë emër të caktuar, sepse ishin e kishin imanin, besimin e fuqishëm në Allah, fuqiplot, që me të vërtetë ky vllazërim mes vete do të ndihmoj dhe do t'i udhëheq ata drejt fitores. Sot nuk ka vend hasmëria as përçarja. Sot të bashkohemi të gjithë për me arrit mirësinë dhe begatinë dhe mëshirën e Allahut të fuqiplot. Tash më shkoj me një ilahi. Në këto qaste të bajramit, pushtje shëftira e muslimanit. Sot ka gzim bota islame, kënon Zohullah muslimane, sot festoj bukrin bajrame. Zohullah muslimane, sot festoj bukrin bajrame.
natyran form të vete, e madhroj Zotin e vete, ndriqon hana shkën gjendili, feston toka e feston qedi. Zogu, zogulla muslimane, sot festoj bukrin bajrame. Zogu, zogulla muslimane, sot festoj bukrin bajrame. Ramazani me plot begatije, E përcolle me krenarije, me ibadete dhikër Zotit, kaloj ditët e mot-moti. Zohuk, zohuk, Muslimane, sot festoj bukrin bajrame. Zogu, zogu, muslimane, sot festoj bukrin bajrame. çdo shtëpi të muslimanit, Shtrohet sofra e bajramit, përshëndet vëllai vllain e vete, uron bajramin për shumë jetë. Zohuk, Zogulla muslimane, sot festoj bukrin bajrame. Zohuk, Zogulla muslimane, sot festoj bukrin bajrame. Unë jeri jo gjunën qanë, as të lojmi ty, thirrjestia ju përgjigje, apo bone që s'keni. Thirrjestia ju përgjigje, apo bone që s'keni. Kjo dunia si një der, që çdo kush veç hyn e der. Kjo dunia si një der, që çdo kush veç hyn e der. Mos mendo se këtë jetë për gjithmonë ti gënën bet. Mos mendo se këtë jetë për gjithmonë ti gënën bet. Unë jeri as mërzitesh para teje
as pak nuk pregatitesh për qut disa shumë shpreson. Mos u mashtrati mas fallit, mos u abit mas ernatit, mos u mashtrati mas fallit, mos u abit mas ernatit, mos e arroti namazin, mos e largoj istighfarin, mos e harroti namazin, mos e largoj istighfarin. Bushe zemre me iman, merr lexo vëlla Kur'an, se kjo fe është dritë e nur, I vetmi dini pranon. Pa Islam s'ka lumturi, gjithat mirat u I ki. Shpejto vetën ti Allah, tjetër nuk dalje nuk ka. Shpejto vetën ti Allah, tjetër nuk dalje nuk ka. Kur dëgjosh vëlla ezan, merr dhe se fal namaz, shpejto vetën ti Allah, na hiret e ke dunja. Kur dëgjosh vëlla ezan, merr dhe se fal namaz, shpejto vetën ti Allah, na hiret e ke dunja. Na nderove me dy drita, me Kur'an e me sunnet, Muhammedin ton të dashur, na e zgjodhe pejgamber. Na nderove me dy drita, me Kur'an e me sunnet, Muhammedin ton të dashur, na e zgjodhe pejgamber. Allah I shpëleft. Ma kujtoni një fjallë të mëdha e Pasimit, tha, të njetër të regune për respektimin e prindve, që është më falën, që është me bo vepra të mira, tha, lillahi s'natje me lillahi, tha I boni krejt, me kuptue mesazhin tem. Pa ja qitë lillahi, sa se mashallah, Zoti ka ndëru, shumë na ka ndëru. Mirë po, kër ishëm të jekem duke javë ders, një 70% halet të flet, ka pak, 30% që I koncentrum, me tash t'i mas ilahijave krejt, shtë mi po që ke shkua ma veçant. Allah ma shumë I shëmlift, e ju ndëroft. Ju ka bekatu Zoti madrishëm, që jo ka mundësu me qenë në këtë vend, me madhru Zotin e plotfuqishëm. Allah madrishëm, besimtarit, përës I ka e shumë mira në këtë dynja, ja ka mundësu me fitu shumë se dhape, sa është gjallë edhe masis që nuk është gjallë hiq. E Zoti madrishëm për I mëshirës ti të madhe,
ju ka nderu shumë që ja ka mundësu të me pas një faltore, një xhami dhe më falë për hir të Allahut fuqiplot. Kitë një shqiptar e gjojna vetën të xhamia. Xhamia për ju është ambasadë. Ambasadë ku ti shkon me ky obligimin të në fetar që Zoti Madhëshëm ta ka obligu, i nështruhesh ati, ja shfaq mërzit ati dhe e lut Allahun e Madhëshëm. Ju ka nderu shumë Zoti sepse jo ka bërë të mundshme që ta e keni një vend të veçantë, një vend shumë interesant për me madhru Zotin fuqiplot. Thot Zoti në Kur'an, ata cilët marrojnë ose ndërtojnë xhami, kanë besu Zotin dhe të dërguarin e tij, pa janë të udhëzuar. Tha Muhamedi alayhi salatu wassalam, e pyetën, me ndërtu dikush një xhami, tha atëherë tha do t'ja ndërtoj Zoti Madhëshëm një shtëpi në xhenet. Tha no Muhammed, o profeti jonë, ndoshta shumë e vështirë kanë edhe me marrë një xhami, me ndërtu një xhami. Tha ai cili jep veç pak për xhami, për shtëpinë e Allahut Madhëshëm, sepse aty adhurohet Zoti. Tha ara ti ka me marrë Zoti Madhëshëm një shtëpi në xhenet. Edhe ai i cili angazhohet sa do pak në xhami, qoftë me një kujdes ose me një renovam të veçantë, Zoti Madhëshëm kur nuk ja humb, sepse aty adhurohet Zoti fuqiplot. Kushdo që vjen aty mu falë, i shkujnë se vapët ati që ka kontribu për xhami. E njona prej veprave të cilat profeti alayhi salatu wassalam tha, edhe pas që të vdes njeriu, i shkujnë se vapë, i shkujnë shërblime duke qenë varë. Ashtë të mundshme kjo, ju ka kry misioni këtë dënja. Maj nuk është gjallë. Mirë po fiton se vape, tha Muhamedi alayhi salatu wassalam, do t'i ndërpritin gjitha gjana, gjitha sendet që i ka bërë këtë dënja, besimtarët ka përveç ta 3 gjanave. E para tha sadaqatun jarije, tha sadakoja rrjedh se thënën e kalon ai në këtë dënja. E pikërisht është kontributi jonë për shtëpinë e Zotit fuqiplot, për shtëpinë e Allahut Madhëshëm, për shtëpinë ku ne e gjejmë rahatin, për shtëpinë që ne Zoti Madhëshëm na mundësoi që ta kemi, dhe t'ja dim vlerën shumë. T'ja dim vlerën shumë sepse ju ka begatu Zoti fuqiplot. E keni të vështirë jetën këtu në këtë vend hu. Mirë po, nuk keni si konkursu me një ezanin, mirë po e keni një xhami, në cilë thirët ezani, e kontriboni të ndërruar besimtar dashur. Kontriboni që Zoti Madhëshëm ja u mundësu juve duke qenë varë, me fitu shumë sevape. Në atë gjykimit ku Zoti Madhëshëm do t'i thirë ata cilët kanë bërë punë të mira. Çka thotë kur ti çfarë Allahu Madhëshëm thirë atje shtëpia është gati, e plot, e ndërtuar me pallat, sepse ke kontribu për shtëpinë e Allahut fuqiplot. Ke kontribu që ajo xhami më fal njerëzit tonë. Nuk është puna vetëm se i kryen disa obligime. Nuk është puna aty hiç, është puna të shpërblimit i Zotit fuqiplot. Si Muhamedi alayhi salatu wassalam në Medinë ndërtoi një herë xhamin. Ndërtoi një xhamin që besimtarët ju veç po folën të, por me gjetë prejjen e tyre, knarësinë e tyre. Ne të dëruam besimtarët dashur sot me dhëru për xhami. Aty do të jem atje që presin shumë. Presin ata që me kontribu për xhaminë e Zotit. Pritje dhënë së një musafir, jo pritje dhënë që ju mu të rëgu së dush lirë, me jep sa ta ka. Me jep për Allahun e Madhëshëm. Sepse e fut në kontën atje ku Zoti Madhëshëm i nxjek mos të veprat mira. Jo shumë fishën që të rëgu muso, jo shumë fishën ta se vopet. E ka bon jetë me jep se të përit Allahut Madhëshëm, e ka bërë. Ka nuk i ka 2 sevave, për i ka 700 më shumë. Jo, para juve kësot nuk po du më po arrogant, as nuk po du më po me një madhë, as nuk po du juve që ja vërtu që qka po bëj une, mirë po e kum di vetën ju mirë, po super mirë. Ma shumë se sa mirë gjithë Ramazana që i kum posë Kosovë, sepse këtu jem një shumë mirë, si me qej familje, kini respektu e krejtë. E unë e sot bashkë me juve kra me dhru për xhaminë e Allahut Madhëshëm. Bashkë me juve, që tashtë? Sepse e ke po. Unë për filloj i pari.
Unë për filloj për i pari, që të këm 40 euro. Si ka ma shumë, apo një Allah. Që tu bjerë, për i të Allahut, që Zoti Madheshëm, ku dalë para ti ditën e gjykimit, për kërhojmin, e gjamin e kërhojmit këtë jemë. Mi po ju më sërani me 40. Shkani pak më nali. Pja jam për bona qështu. Unë 40, dikush 90, dikush 100, dikush 200. Unë për filloj pari. Kështu që e thiri vlerimi ose dikush për atynave, dhe mos t'ja harroj kush nuk i ka e vitrat, para se folet Bajrami e t'ja vitrat atje. Sepse nuk ju gjejet më pastaj. Ju gjejet vetëm sa do kërëndëmët. Ma dërgun mesazhe duhet me jep vitrat ata cilët nuk i kanë jep. Kështu që ata djemë cilët jenë të dole aty për me mbledh, ja vlerim, filloja primeje. Primeja thënë, ja. Primeje, mi hujtës, e tani, inshallah, dhe Zoti ju shërblen. Kjo është për Zotin. Kjo nuk është që na mundem po diçka. Mirë po, ky vend me të vërtetë e meriton këtë gjë. Inshallah viteve të ardhshme, që shdo me konsola kitë gjami e madhe dhe me qenë abdeshane, me qenë kitë vend edhe maj mirë. Ju me qenë veçëm si kurse po drëmë veni beku, mirë po, Allah në adreshëm. Ju ndëruf Zoti, edhe bani gati, inshallah, pas të përfundoni këtu, e pojmë njetin, që si falet namazi i Bajramit Zoti shumë. Hajde dhe dikush pak ma shumë, a i kryt halen. Që va se kilomen 20 që mu se abonision. Allah i shumë lift, Allah i ndëruft. Ma jepe një sinjal a i kri përfundu dirim, mirë është. Atë ndërëm besimtar da u shërkua, veç se kuhin, e bojmë njetë dhe mënyrën se si falet namazi i Bajramit. Fillimisht e bojmë njetë më falë namazi për Allahun fuqiplot, me o drejtu nga kibla dhe me e marë të këbirin e parë fillestar. Invitim duar dhe të këveshët dhe në heshtje e këndojmë subhanekën. Mas të përfundojmë subhanekën, imami i merë 3 të këbire radhazi. Them Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Vitim duar dhe këtu. Më pastaj e themi elhamdulillahin dhe njësur. Bim rukun sejtë, vitëm në rekatën e dytë. Rekatën e dytë,
imami këndon Elhamdulillahin, një sure dhe i marim apetrit të këbire ren, duke i duar ditë e vesht, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Te këbiri katët është ajtë si nga shkon në ruku, pi rukus në sejtë, pesish në tehjat, dhe petjatit në selam, dhe pasaj vazhdo me hëtbër. Po të mund 2 rekate, rekatin e parë, e këndojmë, e marëm të këbirin e parë fillestar, e këndojmë subhanikën, i marëm 3 të këbire. Rekatin e dytë, mas përfundojmë surën, i bona 3 të këbire radhazi, nuk i ngrit durt, dhe të këbirin e katët, nuk i mlevojmë i ngrit durt, bina direkt në sejtë dhe Zotit ma shumë shëmbleft, dresh një sofat, bënu gati me falë namazin e Bajramit. Allahumma salli ala Muhammad. Drejtoni sa ma shumë sofat, bashkëllë me zvete. Bashkëllë sa ma shumë. Ka da doli u prisën. Po, plëtsoni, ka da doli, eqë më stanin. Ata vllazni atë në fund, kur t'i plëtsojnë, ma e këni sinjal, se pak ma i shkurt nuk një shavir. Si jam sekretarë, një gjatë. O mirë dhe kini, që është të e Bajramit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وكبر الله تكبيرا. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا وكبروا الله تكبيرا. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وكبروا الله تكبيرا. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
falenderojmë, atë madhërojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë, shpëtim, falë, udhëzim kërkojmë. Ndërsa përshëndetjet tona, selamet tona, ja dedikojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, pjesës më të mirë që ka shkenë mbi sipërfaqen e tokës, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi të gjithë ata muslimanë dhe muslimane që shkojnë udhëzimin të tij deri në ditën e gjykimit. Këndo udhëzon Zoti i Madhëshëm nuk mund të askush me humbë, ndërsa kush me vetë dëshirë e zgjidh rrugën e humbjes, nuk ka udhëzues për ta përveç Allahu xhalla shahsuhu. Të nderuar besimtarë të dashur, sot festojmë Fitr Bajramin, festën e zgjedhur nga Allahu fuqiplot, festë dhe mëshirë, ku mbretëron gëzimi, lumturia, hareja, begatia, mëshira, dashuria, respekti dhe ndershmëria. Jemi ummeti Muhammedit alayhi salatu wassalam, e kemi bërgjë që të jemi afër të gjithëve, e kemi bërgjë të jemi afër familjeve tona, farefisë tonë, e kemi bërgjë të jemi afër edhe tek fëmijët tonë, e kemi bërgjë të jemi edhe afër jetimave dhe të varfërve, sepse kështu bënte Muhamedi alayhi salatu wassalam, kështu vepronte ai i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Çdo festë e ka urtësinë e tij, ndërsa vetë porosia e Fitr Bajramit karakterizohet me përfundimin e agjerimit, me gëzimin që besimtari e përjeton, me ndershmërinë e tij dhe me adhurimet që i ka bërë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam thotë, ditët e Fitr Bajramit janë ditët më të mira që besimtari i jeton, sepse karakterizohet me namaz, ndërsa dhe me sadakatul fitr. E veçoj Zoti i Madhreshëm që namazi dhe sadakaja e fitrit të jenë të dalluar dhe të karakterizohet kjo festë e jona. Vëllezër të nderuar, parimet universale të Islamit konsistojnë në formimin e një shoqërie të shëndosh, ajo shoqëri e cila e njeh mirë Allahun fuqiplot, me vlera të larta etike dhe morale, që me gëzu lumturinë e vërtet dhe atë shpirtërorën dhe materialen trupore, sepse Zoti i Madhëshëm dëshiron që të jetë për neve më e mira, ajo që ne kemi në zemrën tonë, të adim vlerën gjërave të mira. Nëse njeriu e kupton drejt misionin e tij në këtë botë, do të jetë pjesëtar i vlefshëm në shoqëri, e shoqëria mburret me të dhe zbukurohet dhe stolitet me vlerat e virtytësmirë së lartë dhe moralit të lartë që Allahu fuqiplot dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam na bëri për të. Të nderuar besimtarë dashur, le të jetë kjo festë e Bajramit demonstrim i fuqisë së besimit tonë, i dashurisë dhe tolerancës, forcimi i zemrave tona dhe i shkallëve të larta devotshmërisë për të na siguruar neve prosperitet në këtë botë dhe shpëtim në botën tjetër. Le të jetë festa e Bajramit moment i vetëdijësimit tonë, ku ne do të dimë ta respektojmë njëri tjetrin, ku ne urojmë që zemrat dhe shpirtin tonë të shëndrit besimi sinqert, që me veprat tuaja të jeni mirëbërës, human e solidar, që në sjelljet tuaja të dominojë respekti dhe mëshira, toleranca, dashuria, mirëkuptimi. Sot tek ne nuk duhet të ketë vend urrëtia, armiqësia, por vetëm fytyra të gëzuara që shprehin dashurinë ndaj Allahut fuqiplot. Të jemi të bashkuar, këtë e dën Allahu i Madhreshëm, këtë e dën edhe festa jonë, sepse me të vërtetë smirën nuk e dën Allahu fuqiplot. Thot në Kur'anin famëlarët, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa", dhe ju çastuni mes veteve, të keni mes vete në moral të mirë, në atë cilën është e mirë, në atë cilën i bën dobi besimtarit, në takvallëk, dhe ju në atë cilën sjell armiqësi së mirë. Sot në këtë festë mos mungoj dashuria, paqeja, begatia, lumturia. Sot në këtë festë nuk ka vend i verimi e smira, sot në këtë festë ka vend vetëm mirësjellja, respekti, paqeja dhe dashamirësia. Sot toka është mbuluar me melaqe që dëshmojnë para Allahut fuqiplot për çdo gjë, e Allahu i Madhëshëm vetë dëshiron që ne të gëzojmë në këtë ditë. Pra, gëzojmë në këtë ditë, madhron Allahun fuqiplot, bëni tekbire, sepse vetëm kështu e gëzon Allahun, për ku e gëzon edhe vetën tënde. Kështu që i nati e i drimi, ne të mos jem prezent në zemrat e tona, mi po të jetë prezent vizita,
tek familjarët, tek shoqëria, i bisedat e tona me familjarët tonë në Kosovë, sepse vetëm kjo në Zotë, këtë nga Zotën e plotfuqishëm, por të na ndihmon neve dhe na përmirëson të mirën. Atëherë vizitoj ata mos u bë për tas asnjëherë, përshëndet vëllon dhe motrën, përqafoj fort ata, përshëndet gjithë familjarët e tjerë, të afërm dhe të largët, sepse kështu shprehet dashuria që e kemi dhe kështu e ka jeshin edhe festa jonë e Fitr Bajramit. Të nderuar besimtar dashur, kjo është dini juaj që në Zoti i Madhëshëm na e bëri të sinqert, të mirë, për që besimtari ishim këtu festa, kënaqur me këtu festa, dhe më e mira që bashkuan besimtarët dhe me vetë. E lutim Allahun e Madhëshëm që na bëjë të mundshme ta presim edhe agjërimin, edhe na bëjë agjërimin në fali, fort na mund të ta presim edhe Ramazanin tjetër. Na mund se Zoti i Madhëshëm që na ka dhënë çdo ditë për të mirë, çdo lutje të mirë, çdo dua, çdo sadaka, çdo gjë që kemi vepruar gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. E lutim Zotin e Madhëshëm që na dhoneve lumturinë në këtë botë dhe shpëtim në botën tjetër. E lutim Zotin e Madhëshëm se siç na ka bashkuar në këtë vend të bekuar, për më madhëru Zotin që plot na bashkojnë në xhenetet e tij të mëdha. Amin ya rabbel alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما للنبي وتكريما لفخامة شأن صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تضروا أربسة داشر بن صلوات محمد عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مليوني شغاك vend i bekuar t'ja uroj festën e Fitr Bajramit me mëshirën që Zoti i Madhëshëm na mundësoj që të presim edhe shumë të tjerë. Zoti është në left. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa kabbiru Allaha takbira. Allahu akbar, Allahu akbar. La بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين Amin ja Rabbel Alamin. O Allah, o Zoti ynë, në këtë jetë të gërbetit mos na lër vetëm asnjëherë, bëhu ti shoqëruesi jonë, mbrojtësi jonë dhe ndihmësi jonë në çdo hap që e bëjmë. O Allah, na lehtëso largësi nga familjet tona dhe na mbush zemrat tona me durim, qetësi dhe bindje në caktimin tënd. O Allah, ruaj prindrit tonë, familjet tona dhe do dashurit tonë kudo që janë. Na bashkon në të mira dhe në gëzim. O Allah, na e furnizim halal të bollshëm dhe me bereqet dhe mos na bëj të varur nga askur tjetër përveç Teje. O Allah, hap na dyert e suksesit në këtë botë dhe në tjetrën dhe largoje prej ne çdo vështirësi, pikëllim dhe breng. O Allah, forcoje imanin tonë, zbukuroje zemrat tona me përmendjen tënde dhe na bëj për atyre të cilët të falenderojnë në çdo gjendje që janë. O Allah, na fal mëkatet tona, ato që ne i dim dhe ato që nuk i dim, dhe na mbulo me mëshirën tënde të madhe, ja Rabbel Alamin. O Allah i madhreshëm, na jep ndej, respekt dhe njerëz të mirë të nesh, largoje prej nesh njerëz të këqij. O Allah, mos na largon nga rruga e drejtë dhe bëje që fundi jonë të jetë i mirë. O Zot, pranoje prej nesh sepse Ti je dëgjues dhe gjithdijshëm. O Zot, na jep të mira në këtë dynja dhe në të mira në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit. O Zot, na fal neve, prindrit tonë dhe të gjithë besimtarët kur të dalim para Teje në ditën e gjykimit. O Zot i madhreshëm, na fal mëkatet tona dhe të primet tona në punët tona dhe na forcon në rrugën e drejtë. Derdhë mbi ne durim dhe na bëj të vdesim si musliman. Na dhuron nga gratë dhe pasardhësit tonë, kënaqësi për sytë tonë dhe na bëj prijes për të devotshmit. O Allah, Ti e don faljen dhe je falës, prandaj na fal neve. O Allah, na përmirëso fenë tonë, e cila është mbrojtje e çështjeve tona, praneja agjërimin tonë, namazin tonë dhe gjitha veprat e mira. O Allah, na bëj për atyre që janë të falur mëkatet dhe për atyre që I ke pranuar veprat e tyre. O Allah, mos na lër zemrat të devijojnë dhe na bëj për robërit të Tu të sinqert. Amin ya Rabbel Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha. Meriani për 2 minuta, imami juaj I ka 2 fjalë dhe më pastaj që do të bëjmë bajram me zvete. Assalamu alaikum. Paqja, mëshira, shpëtimet, bekimet e Allahut qofshin mbi ne, mbi ju dhe familjet tuaja të dashura. Të nderuar vëllezër besimtar musliman shqiptar, sot në këtë ditë të madhe të festës së Fitr Bajrami, ndahemi apo largohemi nga dy mysafir tonë të dashur. E para është se hiku largohet muaj I bekuar I Ramazanit, me të cilën e lusim vetëm Allahun xhaleshanuhu me lutje që Ai të na pranojë duat, lutjet tona, kërkesat tona, për gjunahet tona për të kaluarën. Për të tashmen të cilët I kemi bërë gjunahet mëkatet gjatë muajit të Ramazanit të na fal, dhe për të ardhmen të cilët do t'i bëjmë se Ai është mëshirues, na mëshiron. Ai është falës, na fal. Ai është udhëzues, na udhëzon në rrugën e Tij, në dinin e Tij të Allahut xhaleshanu. E dyta është ndahemi me misafirin tonë të dashur Hafizin nga Prishtina, I cili ka qenë gjatë gjithë muajit të Ramazanit një hoxh, një profesor, një këshillues, një udhëzues për zemrat tona dhe kemi kaluar shumë mirë. Në emrin tim personal, në emrin të krijesisë, në emrin tuaj, e lusim Allahun fuqiplot që t'i jap shëndet, lumturi, harmoni, begati, dashuri në jetë. Dhe në fund të dashur vëllezër besimtar, me fat festa e Fitr Bajramit,
dhe inshallah me lejen e Allahut fuqiplot do të falim edhe shumë bajrame të tjera, urime, lumturi, dashuri dhe harmoni për ju me familjen tuaj. Allah ju shpërblet.
Vamos.